Propozimi i presidentes Gordana Siljanovska-Davkova që guvernatori i ri të jetë ish-ministri i financave Trajko Slaveski do të marrë mbështetje nga grupi parlamentar i VMRO-DPMNE-s, tha kryeministri Hristijan Mickoski, duke komentuar propozimin që Slaveski të jetë guvernator. Mickoski tha se ky është vendimi i presidentes së shtetit dhe nuk ka nevojë për koment shtesë. Kam thënë edhe më parë se ky është vendimi i presidentes së shtetit, nuk është vendimi i qeverisë. Sipas kushtetutës, presidentja e dorëzon atë propozim dhe unë nuk kam çfarë të komentoj. Propozimi do të marrë mbështetje nga grupi parlamentar i VMRO-DPMNE-s, tha Hristijan Mickoski, kryeministër. Por për LSDM-n, emrimi i Trajko Slaveskit për guvernator do të thotë varosje e institucionit të fundit të mbetur si i pavarur. Për këtë shkak, nga LSDM paralajmërojnë se do të kundërshtojnë ashpër përzgjedhjen e tij. Presidence pa parë është të lejohet që një ushtar klasik partiak të udhëheq këtë institucion të rëndësishëm financiar, ku deri tani ka pasur ekspert të pavarur në funksionin guvernator. Slaveski është funksionar i lartë i VMRO-DPMNE-s, i cili ishte bashkëpunëtor i afërt i Nikola Gruevskit, ministër në qeverinë e tij, i cili nënçmonte punëtorët dhe i trajtonte si fuqi e lirë punëtore. LSDM është thellë e dëshpëruar nga poltronizmi i presidentes Siljanovska. Për ulja e saj para kërkesave të Mickoskit është dëshmi se ajo asnjëherë nuk ka qenë e pavarur, thon nga LSDM. Përveç Slaveskit, në opinion janë përmendur dhe emrat e Zoran Stavrevskit, gjithashtu ish-ministër i financave, si dhe guvernatorja aktuale Anita Angelovska-Bezhoska. Për zgjedhjen e guvernatorit të ri nevojiten 61 vota nga deputetët në kuvend.